Përshëndetje për gjithë. Edhe sot, sikur para 23 vite me radhë, jemi mbledhur së bashku në këtë vend të shenjtë për të përkujtuar me lot e dhimbje më të dashurit tanë, familjar me mosha të ndryshme që u ranë nga milicia, ushtria e paramilitar serb, të ndihmuar nga mercenar rus, por që kishin marrë votën nga populli serb dhe bekimin e kishës ortodokse serbe për të realizuar plan programet 100 vjeçare serbe për shfarosjen e shqiptarëve me qëllim të ekspansionit të tokave të tyre për të dalur në Adriatik. Pra sot kujtojmë 241 të vrarët në mënyrë makabre në fshatin tonë. Kujtojmë 7 fëmijë, kujtojmë 5 gra, njëra nga to ishte shtatzën. Kujtojmë edhe 64 qytetarë të Krushës, të cilët akoma janë të zhdukur. Çka s'kujtojmë? Kujtojmë burra, gra, pleq, nxënës, student, doktor, mësues, bujq. Kujtojmë njerëz të pafajshëm që u masakruan në mënyrë barbare. Kujtojmë edhe të madhin Ukshin Hotin. Edhe pas 23 viteve, Krusha e Madhe jeton me anktin se a do të gjejmë edhe 64 krushanët tanë. Në Krush, akoma krimi është i gjallë, ai vrehet në çdo cep. Krimi dhe gjenocidi serb është në çdo familje, pasi që lanë shkret çdo gjë para neve. Ku mbetëm? Si u zhdukën? Nëse Serbia nuk e din çfarë u bë me profesorët në Krush, duhet të di se çfarë u bë me profesor Ukshin Hotin në Dubravë. Nëse nuk e din se çfarë u bë me fermerin, duhet të di se çfarë u bë me Feta Hotin, pacient në spitalin e Prishtinës. Këta kishin adresë. Mbahej njëri në burgun më të sigurt të kohës, ndërsa tjetri u mor nga një spital, i cili edhe në gjendje lufte do duheshe të kursehej, edhe garantuar me konventa të luftës. Kriminalet që bën këto krime ishin komshit tanë nga Krusha e Madhe, Krusha e Vogël, Hoqa e Madhe, nga ku edhe filloi e u planifikua sulmin ndaj Krushës dhe fshatrave të Rahovecit. Serbët nga Rahoveci e Prizreni, gjithashtu pa asnjë hezitim, kishin pranuar programet akademike për shfarosje, gjenocid, etnocid dhe dëbim masiv të shqiptarëve, gjithmonë nën bekimin e kishës serbe, të secilit veç e veç para se t'i bënin masakrat gjithandej. Edhe pas 23 vitesh, vrasësit e më të dashurve tanë ende në të lirë. E ne ende presim që ata të marrin dënimin, mirë po ato jo që nuk kapen, përkundrazi u zbuten apo u përgjysmohen. Por, mund kalojnë edhe shumë vite, zërat tonë nuk do të shtarojnë kur për të kërkuar drejtësi. Edhe sot, edhe sot, në emër të nënave që kanë humbur fëmijë, në emër të grave që kanë humbur burrat, në emër të mësuesve që kanë humbur nxënës, e në emër të nxënësve që kanë humbur mësues, i bëjmë thirrje shtetit tonë si asnjëherë më parë të kërkojë drejtësi të plot, e jo të njëhanshme sikur ato nga gjykatat e Ulmikut dhe e Uleksit.